Ka kaluar kohë gjatë nga lufta, por në Kasolle s'është veç aroma e saj. Aty ende ka luftë. Ajo kundërmon në tentenet që janë duke u tharë në litar. Dëgjohet në pikat e ujit që zhurmojnë në ritualin e tharjes së materialeve të tekstilit. Vërehet shpejt në fytyrën e një gruaje, dhe lufta është aq e pranishme sa që shihet edhe në fijet e flokëve të lumes. Sytë e ujkut e zhvendos publikun maj një mali e brenda një kasolleje. Shfaqja e organizatës Integra me tekst të Doruntina Bashës e regji të Kushtrim Koliqit nuk sjell ndonjë kronologji adhunem që ndodh aty për aty. Nga e sotmja merret me derivatin e dhunës seksuale që ka ngjarë dikur dhe është e përditshme në një familje ku jetojnë 3 gjenerata. Gjyshja e luajtur nga Irena Aliu, e bia Lumja nga Edona Reshitaj dhe mbesa Dila e luajtur nga aktoria Albina Krasniqi. Është një kasolle e humbur majmalit, ku Lumja frikën e ka të përhershme. Në familje, gjyshja është ajo e cila mundohet të aktroj pak lumturi në muhabet e sipër me mbesën e saj. E gjendur në karrocë për shumë arsye, gjyshja është konstantja e një jete deri diku normale brenda shtëpisë. E Dila, produkt i dhunimit në kohë të luftës, është viktima e pavetdijshme, e pafajshme, e plot jetë. Barra kryesore është mbi aktoren Edona Reshitaj, e cila ja del holl të personifikoj dikë që s'do ta shoh bota. Portreti i saj personifikon rreth 20 gra që sipas organizatave ndërkombëtare u dhunuan në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998-1999. Na aktorët ndonjëherë përveç punës profesionale pak përfshihemi edhe privatisht. Do me thonë ka pas momente ku u duft me lënë provën gjysmë, sepse na ka kap një emocion, mu personalisht, kom kajt shumë, s'kom mujt me nalë vetën. Edhe nalë është me menu e me kujtu ku është e vërtet që është empatia që ti e ndjen me një person që ka kalu qatë periud, po nalë është me menu nështë jënë dhe trauma dika dhe tuat, se na jemi gjenerati luftës, se na e kena përjetu luftën, pavarësisht që s'kena përjetu gjonat të ronda, po si cilin në mënyrën e vetë, diku thellë në brendësi i ka traumat e mdhaja që i dalin. E veçanërisht kur ti e trajton një temë tepër të rëndë, ku fatkeqësisht njerëz të vërtetë kanë përjetu. Po du së gjok. Dramaturgja Doruntina Basha gëzon zotësi të madhe në trajtim të shtrimit të temave të ndjeshme. Tekstin e ka punuar në fillim të këtij viti. Ideja ka qenë thjesht më përpjek me gjetë mënyra me kriju një historie të së tashmës, e cila është krejtësisht e informume prej të kalumës. Po në anën tjetër e kalumja është shumë specifike në këtë rast, për shkak se ka shtresa dhe shtresa të traumave të cilat nuk janë adresu ndoshta në momente të caktuara, po edhe të cilat e ndikojnë jetën e personazheve të së tashmes. Dhe sigurisht historia ndodh brenda një familje shumë të ngushtë, në një rrethon izolimi. Çka më ka ndodhur gjyshe? Diçka s'është në rregull me mua, jo me smut. Regjisori Kushtrim Koliqi, i cili drejton organizatën Integra, merret shumë me luftën e pasojat e saj. Venet në rajon që kanë kaluar lufta të Jugoslavisë që kanë prek me filma, kanë prek kanë marrë çmime, e na kena besu në dore që këtë element nuk i kemi prek ende. Edhe kush ma mirë se arti, konkretisht teatri, mundet mi qelë do tema që janë shumë të kanë shumë për shëshnin. Shumë të kanë shumë asë për sistemin momental që nuk guxojnë, apo nuk dojnë, apo ju doket e komplikume mi prek elementin e fëmijëve që janë për shkak produkt, prapë thëmë kushtimisht produktit dhunimit seksual në Kosovë. Dramaturgu Arjan Krasniqi e ka përshkruar shfaqjen si përjetim të dyfisht, pasi siç ka thënë ai, teksti është shkruar nga një autore vendore si Doruntina Basha,
E regjia është bërë nga regjisori tashmë i konfirmuar vendor Kushtrim Koliqi. Shfaqjet e tilla të natyrës kamertale në format duken të vogla, për brenda bartin shumë drama të mëdha, edhe japin thjesht mundësi komunikimi me audiencën, kur them mundësi komunikimi jo vetëm në kuptimin e përjetimit të ngjarjes që transmetohet nga shfaqja, por edhe ndërtimit të raporteve me fatet e personazheve në skenë. Për ty, shumë urime. Traumat e personazheve avullojnë në hapësirë për gjatë pak më shumë se 1 ore sa zgjat shfaqja. Ftohtësia e lumes në raport me të bien është e frikshme, njëkohësisht vrasëse për të. E vret çdo ditë e nga pak në kasollën e saj Majmali, e pjesa tjetër e botës se Njehateburg. Të tjerët jetojnë në dinamikat e kënaqësitë e përditshmërisë, su intereson për të. Pasi atyre, sua ka zënë ujë ku derën.